Do të flasim për zhvillimet e fundit politike. Në Tiranë po zhvillohet samiti I diasporës, ku kryeministri foli ditën e sotme për një projekt më të madh se amaneti I Skënderbeut dhe Ismail Qemali, që është integrimi evropian, dhe kërkoi që edhe diaspora të bëhet pjesë. Por ndërkohë ne do të flasim më shumë se kaq për një zhvillim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na prek edhe ne, pasi Donald Trump, presidenti I SBA-s, ka propozuar më në fund edhe kandidatin për ambasador në Shqipëri, që është Erik Wend, një general lejtnant në rezervë në pension, një figurë me një profil mjaft të lartë, ushtarak, pra bëhet fjalë për diplomaci ushtarake në këtë rast, ndoshta duke I kapërcyer edhe kufijtë e Shqipërisë, pra nuk do merret thjesht me politikën e brendshme, por më shumë se kaq në Ballkan një figurë që duket se do të përfaqësojë nëse do të miratohet nga Senati, de facto edhe gjithë linjën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit si portë hyrëse në Europë. Për të analizuar këtë figurë, kemi të ftuar avokatin, mikun e emisionit tonë, Gylsen Zhdimat, drejtuesi I fraksionit Reforma Reale. Avokat, të përshëndes dhe të falenderoj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, avokat. Duket sikur doli edhe pritshmëria juaj, ajo që ne kemi folur dhe ju kishit deklaruar që në 2026 Trumpi do t'i vinte në vend që të merrej edhe me Ballkanin, edhe me Shqipërinë. Në këtë rast ka firmosur pra propozimin për ambasador, një lajm I mirë sepse ndoshta u diskutua nga një pjesë e ekspertëve që mundet ishim edhe një shkrirje të gjithë ambasadave, pra të kishim vetëm një përfaqësi në Ballkan, sepse për momentin nuk kemi ambasador në të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as në Shqipëri, as në Kosovë, as në Malzi, as në Maqedoninë e Veriut. Por lajmi I mirë është që ne do të kemi pra Shtetet e Bashkuara do të kenë një linjë pra direkte me përfaqësinë e tyre me seli diplomatike në Tiranë, pra nuk do ta zbresin nivelin nga ambasada. Administrata Trump është një administratë e cila po kalon linjë. Dhe linjën që po kalon është linja e jashtëzakonshme, jashtë asaj që ne themi Departamenti Amerikan të Shtetit, po përfshihet në politikat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës ndër vite. Përsa I përket pjesës së shkrirjes së ambasadave, nuk është shkrirje, thjesht është vetëm bashkëpunim dhe një bashkim I cili nënkupton kalimin e gabimeve apo boshllëqeve procedurale që ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të plotësohen disa vakume, por e vërteta është që zoti Trump ka marrë iniciativë të bllokojë vetëm konsulatat, jo ambasadat. Pra, disa konsulatat të Shtetit të Bashkuara të Amerikës nuk do të funksionojnë më ashtu siç kanë funksionuar përpara. Përsa I përket ne nuk ta prek kjo. Politikës së Trumpit duhet keni parasysh që ne këtu kemi thënë 2025-2026 janar dhe pothuajse dolën të gjitha fatet, kemi thënë 2026 janar në maksimumin 2027 mars prill mos gaboj, kemi thënë që do të jetë një situatë kaotike për Ballkanin. Dhe është, përderisa ty të mungojnë ambasador dhe përderisa ty akoma nuk është saktuar ambasadori para 2025 ose në 2025, sigurisht që situata nuk është ashtu siç dukej. Pra, ne duhet të themi tek qytetarët që na ndjekin, dolëm pikërisht të vërtet me atë që kemi thënë. Tani, u propozua emri. Ne nuk thamë që do të vitë te dera e ambasadës të rruga Elbasanit. Por u prezantua emri. Kjo ka rëndësi. Ka pasur emra që janë kthyer nga Senati. A kalon nga Senati apo jo, më fal, po ne tani nuk kemi senator. Sa. Se dim çfarë bën sa senator ka, se dim se si ato do koordinojnë me njëri tjetrin, por e vërteta u propozua. Tani lind pyetja këtu, u propozua një person I cili duhet të jetë në Ballkan në një moment shumë të vështirë. Pse? Një,
kemi rastin e non gradat, e mani me 90 ditë, u arru lajme. Fundi marsit iku, gjës ndodhi. Jo, një sekond, se ndodhi problemi me Iranin. Ndodhi problemi që u godit Irani 2-3 herë. Dhe filloi dhe lufta pa pritur me Iranin. Tani, nuk mundet tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rubio të merret në të gjitha bashkët në Ballkanin. Mos harron faktin se kemi edhe Kosovën. Zonja Osmani nuk është më presidente dhe sigurisht që aty kemi një konflikt. Mos harroni faktin që tani zoti Trump duhet të marrë Ballkanin. Edhe kemi thënë këtu, linja Trump po punon të marrë Ballkanin. Dhe tani, në rast se në lindjen e mesme, përfshihen edhe shtetet e tjera për të bërë ose të marrë pjesë në luftën e lindjes së mesme, Ballkani do të jetë fusha betejës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për atë që ju se keni menduar ndonjëherë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me administratën Trump kanalizojnë rrugtimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian përmes Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e marrin këtë favor brenda 2026-s, në maksimumi deri në 2027-ën, sepse samiti i NATO-s nuk është samiti për NATO-n. Kemi një ambasador që vjen edhe një kohë që vitin tjetër do kemi samitin e NATO-s, se këtë vit është në Turqi, vitin tjetër është në Shqipëri. Po u realizua me të gjitha planet që janë në mend të administratës Trump. Një ambasador i vjen për një samit të tillë. Pra, personi që vjen në Shqipëri vjen për një samit të tillë dhe qëllimi është NATO, po kush është në të vërtet skenari ideal për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Komanda e Kosovës, Malezi, Maqedonisë, Shqipërisë, pse jo dhe Kroacisë, për Bashkimin Evropian. Komanda nga Tirana. Pra, i gjithë mesazhi që do shpërthej në Tiranë, në samitin e NATO-s, nuk do të jetë NATO-a. Do të jetë pikërisht integrimi në Bashkimin Evropian të shtetet që përfshin Ballkanin Perëndimor. Pra, ne duhet bëhemi gati si popull dhe të themi, jemi pro Bashkimit Evropian? E jemi dakord që shkojmë në Bashkimin Evropian? Kur shkojmë në Bashkimin Evropian, më thonë se do jetojmë qyll. Do kontribuojmë edhe ne. Jo vetëm do marrim lek, se fillimisht do marrim lek, do na bëjnë të pasur, do bëhet nami, ja kupton? Sa burr, kështu pastaj do na marrin 30 fish, 20 fish ose 100 fish. Mirë, janë pra ata të cilët e din shumë çfarë do thotë Bashkimi Evropian. Tani, ardha e ambasadorit bën stabilitet politik. Ku? Në Tiranë. Po do merret me Ramën dhe Berishën? Unë them bën stabilitet politik. Tani do jetë Rama, apo do jetë dy Beri, ai do ta gjejmë. Një ushtarak si ai, unë mendoj që ai do jetë më shumë me atë që ndodh jashtë Shqipërisë në Ballkan, sesa me atë që ndodh brenda. Edhe një herë, duhet një ambasador që në çdo moment që Serbia të ketë një problem me Kosovën, duhet të jetë një ambasador me gradat e Shtetit Bashkuara të Amerikës, pra të kuptimit të NATO-s. Për këtë jam dakord. Qëllimi që është vendosur ai është pikërisht Kosova dhe Serbia. Por ambasadori amerikan në Tiranë do të prodhojë stabilitet politik dhe jo krizë. Dhe stabiliteti politik do të jetë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pastrojnë veten e tyre nga e keqja që i ka ardhur nga Jurikim. Do ja mbledh Berishës pra. Jo, do t'ja mbledh të gjithë faktorit politik. Ramës do t'i thot hajdutët që ke rreth vetes, o pastroj o të pastruam. Berishës do t'i thot marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kur klasa pastrohet ose vetë pastrohet. Që të dyve i ka thënë pastroni. Pastroni shtëpinë. Pastroni shtëpitë dhe veten tuaj.
Ky është mesazhi i ambasadorit që do vinë në Tiranë. Tani, në rast se nuk vjen ky, vjen dikush tjetër, unë mendoj që në rast se Senati nuk është dakord, do vi femër në fund fare. Edhe diçka te kjo, nëse vjen generali, është lajm i mirë apo lajm i keq për qeverinë, për Ramën? Është lajm i keq për faktorin politik shqiptar në Ballkan. Gjithë faktorin politik shqiptar në Ballkan. Përfshi edhe Ramën. Edhe njerë, ardhja e një ambasadori në këtë nivel nuk kupton që diçka tjetër po përgatitet. Një kjo. Po përgatitet për dhe një fakt tjetër të rëndësishëm edhe njerë. Ambasadori do t'i thotë pastrohuni dhe vetë pastrim. Tani, Berish, Ram, Met, çfarë duash ti në të gjithë sektorin ose aktorët politik. Po të kryesorët është Rama do kërkoj patjetër që të gjunizohet tek ai me çdo formë, sepse pikërisht ambasadori nuk mund ta shmang dot të Ramën në rast se Rama është kryeminist deri atëherë, sepse si do të bëhet samiti pa kryeministrin? Pa pushtetin ekzekutiv. Presim vinde Trumpi, presim që deri atëherë të bëhen edhe dronët që ta monitorojmë situatën edhe... Shiko, Trumpi mund të vinë. Unë po të them që e vetmja gjë që shpëton zotin Rama është që ai të bëjë qeveri teknike. E shpëton. Por Rama do ketë kriza të mëdha të brendshme dhe në Partinë Socialiste. Shiko, avokat, kemi një fakt interesant që në zgjedhjet e 2021-shit, sa po mbaruan zgjedhjet, ne kishim stërvitjen Defender 2021 të NATO, se gjithë trupave erën Durrës, varkuan e siguria etj. Ndoshta në Afrika që përkoi edhe mos kishin një destabilizim në gjë. Edhe në këtë rast, për vitin e ardhshëm, përveç samitit të NATO-s, kemi edhe zgjedhjet. Nuk është çudi avokat që t'jenë aty edhe me datat këto. Sepse edhe samiti i komunitetit i Bashkimit Evropian që u bë pas zgjedhjeve, ishte u interpretua në media si një certifikim i procesit atëherë. Edhe tani për zgjedhjet lokale, pavarësisht akuzave tash, qenë samiti për Ukrainën dhe jo për Bashkimin Evropian, ai ishte një mashtrim publik. Sido që tjetë, po ardhja e atyre liderëve në një vend që sapo kishte një javë më parë kishte pas procesin zgjedhor, mes kontestimeve dhe akuzave nga opozita, u pas si certifikim, si legjitimim i Ramës. Tani njëjta gjë mund përdoret edhe për samitin e NATO-s, që Trumpi të vinë këtu. Sekond, si legjitimim i Ramës kur Rama ka problem me burgaxhit që ka prodhuar. Jo, ai është legjitimim. Pra prodhon burgaxhi edhe i quhesh i legjitimuar, po jam i legjitimuar se kam prodhuar burgaxhi. Po, kjo është krenari. Avokat, po flas për fotografinë. Po s'ka rëndësi fotografia. Nuk ka rëndësi fare. Po, sepse a bërë ndryshim ai qeverisë brenda 5 muajve. Ka problem të brendshëm. Tani, në këtë situatë që jemi, vitin tjetër kemi edhe zgjedhjet, edhe samitin, që mund të jenë aty. Po, nuk besoj se kjo është pa kuptim, nëse samitin ndodh aty unë ditësh javësh me njëherë pas zgjedhjeve. Por unë po them para zgjedhjeve, le të ndodhë samiti para zgjedhjeve. Çfarë favorizon Rama? Çfarë favorizon Rama samitin? Si e favorizon? Jo, nuk besoj se gjithë ta liderët që do vinë, nëse vjen edhe presidenti i Shtetit Bashkuar, do vinë në një vend, nëse për këtë vend do dëgjoni që narkotrafiku, droga, krimi, më the, të thash 1001 zeza të nxirr. Po. Nuk besoj se do vinin. Nëse do merren parasysh gjithë atë që thot opozita në këtë rast. Edhe një delegjitimim për akuzat e opozitës. Shiko, në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të kalojnë një mesazh në Ballkan edhe në Bashkimin Evropian, do përdorin çdo shtet mirë që të arrijë qëllimin. Ju mendoni se politika ndërkombëtare mbështetet tek morali? Nuk e thashun? Po besuam që politika ndërkombëtare mbështetet tek morali, atëherë mos bëjmë politikë.
Politika ndërkombëtare ka tjetër filozofi. E sa vjetë J.D. Vance papës, ti merru me moralin, ne merru me politikën. Pra, e kupton pra se cili ka role të ndryshme dhe pozicione të ndryshme në aspektin e qëndrimeve politike. Dhe sigurisht nuk është e thënë sepse opozita dele dhe thotë që shiko këtu është e pandershme, këtu krimi organizuar, këto gjëra nuk ka lidhje fare me realitetin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Ballkan. Ballkani është një gjë tjetër. Ne jemi pjesë e NATO-s dhe NATO sigurisht do të kërkojë që të ketë një influencë totale në Ballkan. Dhe NATO kush e komandon? Amerika e komandon. Shumë e thjeshtë. Tani, në rast se ne do themi që në zgjedhjet e ardhshme lokale, që s'ka fare lidhje me aspektin politik, a kupton se ne në zgjedhjet lokale nuk i japim një ngjyrë politike, thjesht i them lokale, hajde mbaroj puna. Dhe do vi Trumpi dhe do thotë që kjo është një mbështetje për Ramën. Nuk e thash atë, unë nuk e thash që ai do thotë atë. Shiko. Qytetarë shqiptarë. Ajo që thashun avokat është fotografia. Ti është vetëm fotografia. Ka lidhje fotografia, edhe një herë, fotografia a bëri te ajo summiti që ishte ajo bordi i Paçës? A bëri me Paçë? Bordi luftës. Dgjoj, avokat, mi foto u shuan gjitha zërat. Rama nuk do shkonte në Amerikë, Ti mund të bësh fotografi sa do shpirti, por e vërteta është kjo. E vetmja gjë që Rama don të bëjë është të fitoj kohë për të qëndruar në karrike. Kaq. Rama është kaq shumë keq sa ti edhe unë bashkë nuk e imagjinojmë dot. Një kryeminist që ka marrë 83 mandate nuk mundet të bëj kaq shumë fushatë dhe dalë në televizor nga mjeset deri në darkë. Jo, avokat thoni që shpëtimi vetëm është qeveria teknike përpara zgjedhjeve. Shpëtimi për Partinë Socialiste është qeveri teknike. Do t'jap një rast unë ty, pa parë shumë kështu sipërfaqësore. Më thuaj tani mua ti, si Orbani, pasi humbi në mënyrë spektakolare, pas 16 vite, do bëj opozitë tani ndaj qeverisë së tij 16 vjeçare. Shkon dot kjo gjë? Jo, luftën e kishte mendoj për gjithçka ose asgjë, ose në pushtet ose nuk besoj. Jo, po të pyes këtë gjë, po them ty. Edhe Rama në këto kushte është. Pra, një diktator i dytë. Orbani për mua ishte diktator. Le çfarë thoshin këto Trumpist, këto budalliq kështu me radhë. Tani, un po të them ty. Rama nuk e shpëton fotografia. Rama në shpëton qeveria teknike. E di pse po ta them qeveria teknike? Sepse Rama shpëton Partinë Socialiste dhe vetën në rast se shkojnë qeveri teknike dhe këtu bëhet një marrëveshje politike. Në rast se Rama vazhdon dhe shkon në zgjedhje lokale, shkon në zgjedhje parlamentare, vazhdon, shkërmoqet Partia Socialiste zotëri dhe Shqipëria nuk integrohet në Bashkimin Evropian. Se në Bashkimin Evropian leje fotografit nuk të merr me një tek parti më vëlla, nuk të merr ai antar ty. Shko, pyet ti, si është fut Gjermania, si është futur Rumania, si është fut Polonia në Bashkimin Evropian. Si me një tek parti është fut? Dgjoj. Kosi edhe qepa me shqiptarët? Se më morë shembull edhe këtë kam avokat, më morë shembull Hungari edhe Orbani. Tani Hungaria ka 95% e gjithë shoqërisë është e djathtë. Edhe 3 partitë që kanë parlament janë të djathta. E majta nuk arriti të kalonte as pragun. Kurse këtu tani ju e dini vetë sa përqind e shoqërisë është e majtë edhe sa është e djathtë. Pastaj për të ardhur tek mënyra, atje pati një çarje brenda pushtetit që rrëzoi Orbanin. Pra njëri që deri deri kishte qenë me atë. Krahasimi me këtu, prapë në të gjitha anët e çaloi. Jo, nuk çalon. Dëgjoj mua. Rama do të zbres nga pushteti. Puna është se si do zbres. Me karrike apo pa karrike. Një kjo. E dyta, qeveria më shumë se 12 vite në kupton konsum absolut. Dhe ti ke për detyrë që me këtë krizë politike që ka vendi, të bësh një marrëveshje politike që ti të shpëtosh partinë që ke. Nuk flas për elektoratin, se ju duhet keni parasysh edhe socialistë janë të zhgënjur me Partinë Socialiste, se në vend të prodhoj
leadership ka prodhuar burgaxhi. Pra, nuk është se ka prodhuar shpresë, ka prodhuar luftë, akmarrje, urrëtie. Pra, gjëra të cilat nuk duhet të kishin ndodhur. Apo kam një shembull të një lideri në Shqipëri në historinë sa bëm 123-124 vjeçare, që ka menduar për partinë, një lider që ka menduar për partinë pas ditës së tij. Apo edhe në Europë. Nuk po flas në Amerikë, sa atje me 2 mandate i ke edhe. Ne flasim për politikën shqiptare dhe nuk ka pse të merrem me Europë dhe për asnjë tjetër. Unë them çfarë duhet i bëj Rama Partisë Socialiste. Pra, ti mund të thuash që shumica e popullsisë shqiptare janë komunista. Mund ta thuash, ose kanë bindje të majta, ose janë të imponuar nga e majta. Mirë, për shkak të regjimit totalitar. Por ti sot je në 2026-ën. Pra ti nuk ke prodhuar atë që duhet prodhosh, çfarë? Shpresën, frymëzimin që njerëzit të besojnë te ty, besimin. Në rast se ndodh kjo gjë, pra 2, 3, 4 kritere ndodhin, i bën që ti si popull mund të votosh një person që vjen edhe nga e majta dhe nga e djathta. Po jo Ramën dhe një person tjetër që është rreth Ramës që ka krijuar konflikt të brendshëm edhe ka bllokuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse ta solla rastin e Orban në një qasje që të kuptojmë se si ky individ kishte kaq shumë pushtet dhe nga dikushi u bë hiç. Dhe kështu është edhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Çfarë ishte, kush je tani? Pra, në këtë aspekt, jo në aspektin se si kemi ne këtë pasaportën e kësaj, identifikimin e këtyre individëve dhe si votojnë shqiptarët, majtas apo djathtas. Ne duhet kemi parasysh që po, edhe Sali Berisha, edhe Edi Rama, edhe Ilir Meta, edhe persona të tjerë vinë nga koha komuniste, sa atëherë kanë lindur. Me atë janë ushqyer në aspektin e zhvillimit të mentalitetit tyre dhe qëndrueshmërisë në politikë. Pra, kanë ardhur nga koha e regjimit. Nuk është se kanë lindur në 1991-shin edhe themi tani këtu janë 2026 dhe këta tani duhet të jenë me një frym tjetër që bëjnë politikë bërë në vend. Prandaj e solla si shembull Hungarinë, sepse ne duhet kuptojmë që se si populli reagon dhe populli shqiptar vjen momenti që do reagoj. Unë kam frikën që populli jonë do reagoj në mënyrë ekstreme në një moment të caktuar. E di kur ti shkoj tek xhepi, se kemi 2 gjëra shumë të rëndësishme që kanë ndodhur. Covidi dhe lufta e Ukrainës. Avokat, ju flisni dhe lufta e Iranit. Janë raste tepër shqetësuese. Prandaj them Partia Socialiste i duhet bashkëqeverisje dhe koalicion në kuptimin për shpëtimin kombëtar, sepse përndryshe do të ketë pasojë vetë Partia Socialiste. Avokat, unë të falenderoj shumë, por ndërkohë që ne po zhvillojmë të bisedë, edhe ju po flisim me argumentat tuaja, paralelisht në Pallatin e Kongreseve kemi samitin e diasporës ku po flitet për sukses për shqiptarët jashtë, ata që kanë ardhur këtu flasin për sukses që po jetin Shqipëria përpara. Kështu që duhet sigur analiza është një botë paralele se kush ka të drejtë tani janë qytetarë. Samiti i diasporës është një samit i prodhuar politikisht për interes të Partisë Socialiste, e them me bindje të plotë, emigrantët shqiptar kanë besoj investuar dhe kanë arritur atë që them vazhdimisht suksesin me krahët e tyre, me intelektin e tyre, pa nevojë e Partisë Socialiste dhe personave që kanë qeverisur vendin, e them me bindje të plot, ata janë në të vërtet ambasadorët e Shqipërisë, pa pasaportë diplomatike, po me pasaportë shqiptare. Ata kanë kontribuar dhe kontribojnë, dhe i ftoj mos marrin pjesë tek mashtrimet e keqçeverisjes në Shqipëri, sepse ata në vendet e tyre aty ku jetojnë, politika e vendeve ku jetojnë ka moral,
kurse tek ne prodhon burgaxhin. Prandaj e vërteta është që ky summit është thjesht i mbushur nga militantë të Partisë Socialiste. Ka individë të cilët për mendimin tim janë futur gabimisht, po e kuptojnë, reflektojnë me të vërtetën. Por summiti për mendimin tim është tani një organ i Partisë Socialiste për ndihmë elektorale, që të mashtrojë shqiptarët. Por e vërteta është që zoti Rama duhet të thotë drejtësia që përdora unë për të bllokuar negociatën për të shpëtuar Ballukun. Ja thot dot apo jo? Gjithsesi, avokat, me këtë më futut një tjetër temë, nëse diaspora do të marrë pjesë në proceset demokratike apo jo, se sikur e thash pak më lart, ju bët krahasimet e dy paraleleve që dy botëve që nuk piqen me njëra tjetrën, të asaj që thot diaspora dhe realiteti në Shqipëri. Këtë besoj do ta diskutojmë në vazhdim, aq më tepër që ne jemi në një vit elektoral. Edhe 2027 nuk ka ardhur, por përgatitjet e partive kanë nisur, sikur e keni parë edhe ju. Kështu që unë të falenderoj shumë avokat për këtë bisedë shpejt për analizën për ambasadorin e ri amerikan. Syt janë nga rruga e Elbasanit, gjithmonë andej për reagime. Ndoshta tashmë që do kemi një general që më kujton kohën kur kishim president Alfred Moisiu, ndoshta edhe generali do t'i vendosë shina jo vetëm Ballkanin, por edhe Shqipërinë. Faleminderit shumë avokat. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.